Të nderuar shikuesi, përshëndes, do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Siguria rrugore në aksin Uraj Leklit Këlqyr pritet të përmirësohet pas rikonstruksionit të rreth 1 kilometri rrugë. Ndërhyrja do të fokusohet në zgjerimin e një kthese problematike pranë fshatit Kodër, me punime rehabilituese që synojnë të ulin rrezikun e aksidenteve dhe të lehtësojnë qarkullimin gjatë sezonit veror. Që prej 2014 si është shtuar listës së muzeumeve në qytetin e Gurt. Tuneli luftës së ftohtë, ndërtuar në vitet 1970-1980, merr interesin e turistëve të huaj për vetë funksionin që ai kishte. Vizitorët vinë nga vende të ndryshme, por numrin më të lartë në vizitueshmërinë e tij e mban Spanja. Në Muzeun e luftës së ftohtë në Gjirokastër sot u çel një ekspozit me artikuj të shkëputur nga fondi i shtypit të shkruar të viteve 1950-1990. Kjo ekspozit do të vazhdojë të jetë e hapur për 10 ditë, duke ju dhënë mundësi turistëve ta vizitojnë atë. Në Këlqyr, Moreno Allamani bashkon dy botë, dijen dhe traditën. Me profesion mësues, ai mban në duar edhe një zanat të trashëguar brez pas brezi, atë të mullixhiut. Në mullirin e familjes vazhdon të ruajë tingullin e një historie të vjetër, duke dëshmuar se pasioni për traditën mund të jetojë krahas profesionit dhe jetës moderne. Ju njohim tani më gjerësisht. Siguria rrugore në aksin Uraj Leklit Këlqyr pritet të përmirësohet pas rikonstruksionit të rreth 1 kilometri rrugë. Ndërhyrja do të fokusohet në zgjerimin e një kthese problematike pranë fshatit Kodër, me punime rehabilituese që synojnë të ulin rrezikun e aksidenteve dhe të lehtësojnë qarkullimin gjatë sezonit veror. Në kuadër të masave për rritjen e sigurisë rrugore gjatë sezonit veror, ku qarkullimi automjeteve është ndjeshëm më i lartë, në afërsi të fshatit Kodër në segmentin rrugor Uraj Leklit Këlqyr, do të nisë zgjerimi i një kthese në kilometrin 2.8. Sipas specialistëve, kjo kthes ka parametra teknik të pafavorshëm dhe prej vitesh është konsideruar si një nga pikat problematike të këtij aksi, duke u bërë shpesh shkak për aksidente. Në kuadër të rritjes sigurisë rrugore dhe në kuadër të planit të masave për sezonin e ri turistik veror, është parashikuar të zgjerohet kthesa në kilometrin 2.8 të aksit rrugor Uraj Leklit Këlqyr. Në këtë pikë ndodhet një ktesë e rrezikshme për ndodhjen e aksidenteve rrugore. Nga pikpamja planimetrike, kthesa paraqitet me parametra teknik shumë të disfavorshme. Konkretisht, rrezja e kthesës është shumë e vogël. Së dyti, gjerësia e rrugës e gjithë aksit është rreth 5 metra, që është një gjerësi e vogël për qarkullimin e automjeteve. Së treti, në këtë pikë kemi kufizim të pamjes së lirë në kthes. Kështu që detyrimisht rreziku i ndodhjes aksidenteve në këtë pikë është i madh. Kjo është konstatuar dhe nga inspektimet tona dhe nga inspektimet e policisë rrugore. Projekti parashikon ndërhyrje të plota në këtë segment, ku do të kryhen punime të nënshtresave dhe shtresave asfaltike në një gjatësi prej rreth 1 kilometri. Parashikohet të kryen punime gërmimi për ndërtimin për zgjerimin e kthesës. Janë parashikuar punime nënshtresash në zonën e zgjerimit të kthesës. Janë parashikuar punime shtresash të reja asfaltike, jo vetëm në zgjerimin e kthesës, por dhe në një gjatësi rreth 1 kilometër në afërsi të kthesës, pasi shtresat aktuale asfaltike janë të amortizuara. Ndërhyrja vjen në një periudhë kur aksi Uraj Leklit Këlqyr përballon një fluks të shtuar automjetesh për shkak të lëvizjes së pushuesve dhe turistëve drejt jugut të vendit. Që prej 2014 si është shtuar listës së muzeve në qytetin e Gurt, tuneli luftës së ftohtë, i ndërtuar në vitet 1970-1980. Ai merr interesin e turistëve të huaj për vetë funksionin që kishte. Vizitorët vinë nga vende të ndryshme, por numrin më të lartë në vizitueshmërinë e tij e mban Spanja. Muzeu i luftës së ftohtë vazhdon të tërheqë vizitorë në çdo periudhë të vitit në Gjirokastër, por sigurisht vera është sezoni kur dyert e tij hapen për grupe të mëdha turistësh, pjesa dërmuese të huaj. Ashtu siç gjetëm sot, duke shijuar çdo ambient të tij, duke mësuar kështu më shumë për sistemin e kaluar në Shqipëri.
Kjo është era ime e parë në Shqipëri dhe në Gjirokastër. Ne vizituam tunelin sepse duke shumë interesant. Bëm një tur me një udhërrofyes. Tuneli është vërtet interesant, siç mund ta shihni, është i vjetër, por është shumë i mirë mbajtur. Dhomat janë të ruajtura mirë dhe është shumë interesant, shumë intrigues ta shohësh se si njerëzit jetonin më parë gjatë luftës së ftohtë e gjithçka tjetër. Love military bunkers. Mua më pëlqejnë shumë bunkerët ushtarak. Ndaluam sepse menduam se do të ishte diçka e bukur të provonim një eksperiencë si kjo. Pjesa ime e preferuar ishte kur arrita të shija historinë në të dhe sa mirë është i ruajtur. And it was Mua më duk tuneli shumë interesant dhe magjepsës. Është si një kthim pas në kohë. Të shohësh muret, të shohësh atmosferën, është një eksperiencë jashtëzakonisht e mrekullueshme dhe ua rekomandoj vërtet të gjithëve. Është era e parë që vi në Shqipëri. Më duket vend shumë i bukur, njerëzit më duken vërtet të mirë. Muzeu këtu na kthen pas në kohën ku ata jetonin këtu. Ishte interesante, më pëlqen fakti që disa objekte janë ende këtu. Sigurisht ata ndanë për mikrofonin tonë edhe mbresat për qytetin e gurtë. Dhe pamja panoramike e qytetit është vërtet e bukur, kështu që është një eksperiencë shumë e mirë. Gjirokastra është e bukur, është një qytet aq i bukur, ushqimi është i mrekullueshëm, njerëzit janë aq miqësor dhe aq të mirë. Kjo është hera jone e parë që vizitojmë Shqipërinë. Dhe në përgjithësi qyteti është i mrekullueshëm. Të shohësh kalan atje lart, pazarin, ne po na pëlqen shumë këtu. Për janarit deri në qershor, ky muze ka pritur 6293 vizitorë, kryesisht spanjoll, italian, anglez. Në Muzeun e Luftës së Ftohtë në Gjirokastër u çel sot një ekspozit me artikuj të shkëputur nga fondi i shtypit të shkruar të viteve 1950-1990. Kjo ekspozit do të vazhdojë të jetë e hapur për 10 ditë, duke ju dhënë mundësi turistëve ta vizitojnë atë. Është një nga sallat e tunelit të ndërtuar poshtë Kalas së Argjiros në Gjirokastër, i cili që prej vitit 2014 njihet si Muzeu i Luftës së Ftohtë. Në muret e saj shes stenda ku janë ekspozuar pjesë nga gazetat që janë botuar në Shqipëri që prej vitit 1950 deri në rënien e sistemit komunist. Kjo ekspozitë e veçantë e çelur nga Biblioteka Apostol Meksi do të qëndrojë e hapur për 10 ditë në këto ambiente. Nga fondi i saj ka çelur ekspozitën në tunel, e cila është nga shtypi i viteve 50-90. Jemi përpjekur të përzgjedhim materialet që kanë bërë histori gjatë asaj periudhe, të cilët kemi pra që fillon bunkerizimi i Shqipërisë, tunelet, bunkeret që janë ndërtuar, festivali i këngës së 11, kemi periudhën e viteve 67-70 që ishte prishja e kishave dhe e xhamive, të cilët kanë lënë gjurmë në historinë tonë. Ndërkohë kemi prekur dhe marrëdhëniet jugoslave, shqiptare-ruse si dhe marrëdhëniet kineze. Këtë ekspozit kemi menduar të hapim në tunel për arsye se, siç e përmenda pjesën kryesore, kemi tek bunkerizimi i vendit dhe meqense tuneli është një atraksion i tillë, menduam që ekspozitën të hapim këtu. Muzeu i Luftës së Ftohtë mbetet një nga muzeumet më të vizituara të qytetit UNESCO-s. Vetëm gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2026 ka pritur 6293 vizitorë. Sezoni turistik këtë vit ka filluar me këmbë të mbar. Krahasuar me vitin që shkoi, kemi një frekuentueshmëri goxha të lartë. Vizitorët janë nga e gjithë bota, kurreshtar për të njohur historikun e qytetit, historikun e këtij tuneli në veçantë, sepse vizitorët më të shumtë janë nga vendet komuniste, të cilët bëjnë krahasimin mes dy sistemeve, është sistemi i njëjtë por dy mënyra të ndryshme qeverisje. U pëlqen ky tunel për origjinalitetin që ka, sepse ruhet në kushtet në të cilat ishte. Këto pak materiale që janë në tunel paraqesin me të vërtet një rëndësi të madhe të historisë së kohës, bashkangjitur dhe me guidën që e bën interesante vizitën brenda tunelit. Tuneli i Luftës së Ftohtë është ndërtuar në periudhën 1970-1980. Ministri i Punëve të Brendshme, Besfort Lamallari, u ka bërë thyrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe përgjegjësi maksimale për parandalimin e zjarreve, duke theksuar se çdo zjarr i shkaktuar nga dora e njeriut rrezikon jetën e qytetarëve, pronën, pyjet dhe pasuritë natyrore. Përmes një mesazhi publik,
Ai nënvizoi se mbrojtja e vendit nga zjarret është përgjegjësi e përbashkët, ndërsa kujtoi se zjarrvënia nuk është një akt pakujdesie, por një vepër penale që ndëshkohet me masa të ashpra. Ministri rikujtoi se pas ndryshimeve të fundit në kodin penal, dëmtimet për zjarrvënien janë ashpërsuar dhe në varësi të rrethanave dhe pasojave, variojnë nga 5 deri në 15 vite burg. Ai theksoi se çdo zjarr shkakton dëme të mëdha mjedisore dhe ekonomike, ndërsa mobilon 10 forca zjarrfikse, mjete dhe helikopter për mbrojtjen e jetës dhe pronës. Në përfundim, ministri apeloi për bashkëpunimin e qytetarëve në respektimin e rregullave për parandalimin e zjarreve, duke theksuar se çdo rast të zjarrvënieje do të trajtohet me tolerancë zero. Investimet në kanalet vaditëse kanë përmirësuar furnizimin me ujë të tokave bujqësore në Lunxhëri, duke lehtësuar punën e fermerëve gjatë sezonit veror. Deri tani është realizuar vaditja e dytë e kulturës së misrit, ndërsa deri në fund të sezonit pritet të kryhen edhe 2 deri në 3 vaditje të tjera. Fermerët shprehen se gjendja e kulturës është e mirë dhe pritshmëritë për prodhim mbeten pozitive. Në bashkinë e Gjirokastrës në zonën e Lunxhërisë, fermerët po vijojnë të jenë të angazhuar me punë intensive gjatë kësaj periudhe verore. Vëmendja kryesore është përqendruar tek vaditja e kulturës së misrit, një nga kulturat më të rëndësishme bujqësore të zonës. Sipas fermerit Vangjel Kondi, në tokat bujqësore tashmë është realizuar vaditja e dytë. Ai thekson se ky proces është jetik për mbarvajtjen e kulturës, sidomos në kushtet e temperaturave të larta të verës. Periudha momentale përkon me vaditjen e misrit. Kemi mbaruar vaditjen e parë të misrit, jemi në përfundim të vaditjes së dytë. Do fillojmë direkt me vaditjen e tretë, për shkak se temperaturat janë shumë të larta për momentin dhe duhet me patjetër. Vaditja për kulturën e misrit është 70% është gjëja bazë për pjesën e verës, është e domosdoshme. Fermerët parashikojnë që deri në përfundim të sezonit të kryen edhe 2 deri në 3 vaditje të tjera, që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe menaxhim të kujdesshëm të burimeve ujore. Dhe sa vaditje nuk e dim, sepse si vjet kemi filluar pak vonë me vaditjen, se varet periudha e vitit, kemi kryer 2, mund të kryejmë edhe 2 ose 3 të tjera. Po deri në fund të gushtit, zakonisht në tokat e Lunxhërisë, për shkak se edhe parcelat janë të pjerta, uji kullon, nuk mbajnë lagështir, ne vijojmë deri në fund të gushtit të kryejmë vaditje. Pritshmëritë deri për momentin janë shumë të mira. Në duke është prodhimi duket i mbar. Për pjesën e ujit, për rezervuaret, kapacitetet deri për momentin, sepse është fillimi. Kemi rreth 20 ditë që vaditim, janë shumë në rregull. Tani për periudha për më mbrapa varet menaxhimi i ujit. Nëse do menaxhohet, duhet të mjaftueshëm për periudhën e verës. Megjithatë, pavarësisht lodhjes dhe punës intensive, pritshmëritë për prodhimin e këtij viti janë pozitive. Sipas fermerëve, kultura e misrit paraqitet në gjendje të mirë dhe pritet një prodhim i mbar. Vaditja e kulturave bujqësore vijon në të gjithë territorin e bashkisë Sarand, ku vëmendja kryesore është përqendruar te misri. Deri më tani janë realizuar 2 vaditje, ndërsa sipas specialistëve do të kryhen edhe 3 të tjera. Krahas kësaj, fermerët po vijojnë punën edhe me kulturat e tjera për të siguruar një ecuri të mirë të sezonit bujqësor. Në bashkinë e Sarandës po vijon intensivisht puna për vaditjen e tokave bujqësore, ku një ndër kulturat kryesore mbetet misri. Ky proces konsiderohet thelbësor për mbarvajtjen e sezonit bujqësor, sidomos gjatë periudhës së verës kur temperaturat e larta ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e bimëve. Strukturat përgjegjëse dhe fermerët janë të angazhuar për të siguruar ujitje në kohën e dur, me qëllim ruajtjen e rendimentit dhe cilësisë së prodhimit. Këtu ndodhemi në fushat e Vurgut Bashkia Sarand, jemi në muajin e 4 të kultivimit të bimës së misrit, kemi realizuar 2 vaditje dhe jemi në pritje dhe 3 vaditjeve të tjera për të përfunduar përfundimisht kultivimin e kësaj kulture. Për të theksuar është se si vjet nga 18 km kanale vaditëse që kemi në tërë territorin që kultivojmë të kulturë, janë pastruar të 18 km kanale. Saranda është ndër ato bashki që kultivon mbi 90% të sipërfaqes së punueshme. Dhe e gjithë kjo sipërfaqe, pra afërsisht 2166 hektar, është nën vaditje. Shumica është me vaditje me rrjedhë të lirë dhe një pjesë, që shikoni edhe këtu, merret me anë të pompave mbi gumin bistrisë dhe bëhet vaditja. Paralelisht me vaditjen e misrit, fermerët në zonën e Sarandës po punojnë intensivisht edhe me kulturat e tjera bujqësore. Edhe foragjere që kemi një pjesë tjonde, se
në kjo sipërfaqe e punueshme dhe e mbjell, në 70% është kultura e misit dhe në 30% janë pjesë foragjere. Edhe ndodhet në fat shumë të mirë. Angazhimi i tyre është i përditshëm me synim për të përballuar sfidat e motit dhe për të siguruar një prodhim sa më të qëndrueshëm. Pritshmëritë mbeten pozitive ndërsa puna në terren vijon me ritme të larta për të garantuar një sezon të suksesshëm bujqësor. Në Këlqyr, Moreno Allamani bashkon dy botë, dijen dhe traditën. Me profesion mësues, ai mban në duar edhe një zanat të trashëguar brez pas brezi, atë të mullixhiut. Në mullirin e familjes vazhdon të ruaj tingullin e një historie të vjetër, duke dëshmuar se pasioni për traditën mund të jetojë krahas profesionit dhe jetës moderne. Në një kohë kur zanatet tradicionale po zbehen nga viti në vit, në Këlqyr vazhdon të dëgjohet tingulli një mulliri që prej brezash ka mbajtur gjallë një histori familjare. Moreno Allamani, 33 vjeç, me profesion në arsim, gjen çdo ditë kohë për t'ju përkushtuar mullirit të trashëguar nga të parët. Për të, puna në mulli nuk është thjesht një angazhim i përditshëm, por një pasion dhe një përgjegjësi për të ruajtur një traditë që është përcjell nga babai, gjyshi dhe stërgjyshi. Unë kam filluar punën te mulliri, domethënë që në klasë të 5, kur babai na mundonte të na ingranonte këtu, të na mësonte se si fillon bluajtja, larja e grurit, të gjitha proceset për të dalë buka që veten në sofrat e njerëzve. E kam me pasion sepse ne kemi trashëgimi që na stërgjyshi, na gjyshi, edhe mullirin mban emrin e gjyshit tim, Ramet Ket, mulliri Abdullah Allamani Këlqyr. Këtu punojmë dy vëllezër, domethënë babi dhe xhaxhai dhe unë dhe i tim vëlla. Unë jam me profesion jam mësues, përveç domethënë gjatë kohës që jam në arsim, mbas ditëve dhe i ndihmoj, kam bërë çdo kohë. Tani në Behar domethënë fushata e korjeve dhe jam këtu. I ndihmoj, plus që tani unë jam një moshë, e di përmendësh punën dhe kështu që është kënaqësi, është shumë kënaqësi e madhe, domethënë të ecësh në rrugën dhe në hapat e gjyshit të babait e nesër fëmia im. Ne kemi trashëgimi, fisi jon ne ka pas që në kohën e Zotit dhe më përpara këtë pjesën e mullirit e fabrikës, që në mulliri me ujë, që me mulliri me gur me elektricitet në kohën e demokracisë dhe deri tani në fabrikë normale e kushteve europiane. Kur ishim fëmijë duke s'na të luaj, o na mërziti ande këtej, o me kalimin e kohës e pam që kjo punë të jep fryte, tek e punë të lëmë profesion, kemi dhe mullirin me gur, kjo ka qenë që na janë duart e gjyshit. Dhe nuk e kemi hequr dhe e punojmë akoma për nisër të bardhë që kujton njerëzit të kohën e shkuar, domethënë se ka një lloj kënaqësie edhe ajo, plus pastaj për pjesën e lektorisë. Për Morenon, puna është nder, ndërsa çdo zanat meriton respekt. Ai u bën thirrje të rinjve të vlerësojnë profesionet tradicionale dhe të mos heqin dorë nga trashëgimia që kanë lënë brezat para tyre. Në një lloj forme, në një lloj detyrimi në thonjza, sepse po punove është e pamundur të jetosh, nuk të sjell dikush. Por puna për të gjithë dhe për prindërit tanë dhe për ata që do vinë, duhet të jenë nder, se me puna rrihet çdo gjë. Unë nuk do të lëviz na vendim, edhe na vendin, edhe na Këlqyra. Do thashë ti qyteti mos të jep tëra mundësit, po të punosh të jep tëra mundësit. Tani ndoshta për një pjesë që mbaroi një shkollë inxhiniere kështu, ndoshta s'u jep të tëra, po për pjesën që kanë profesion, zanate, i jep mundësi. Dhe po do të punosh, i jep mundësi. Ndoshta sot me sa shoh ka ardhur koha e punëve në thonjza të rëndomta, po vjen koha që po vlerësohen. Edhe pse ka zgjedhur arsimin si profesion, Moreno nuk e imagjinon jetën larg mullirit. Për të, tingujt e tij nuk janë vetëm zhurmë e punës, por jehona një historie familjare që vazhdon të jetojë dhe të përcillet brez pas brezi. Prej më shumë se 5 dekadash, mjeku dhe poeti Thomas Teriopullo i ka dhënë zë kujtesës, natyrës dhe shpirtit njerëzor përmes letërsisë. Autori 16 librave në gjuhën greke dhe shqipe, ai vijon edhe sot në moshën 75 vjeçare të përcjell dashurinë për vendlindjen dhe vlerat njerëzore, duke mbetur një emër i respektuar në jetën letrare. Mjeku Thomas Teriopullo ka 52 vjet që është i përkushtuar letërsisë dhe ka botuar 16 libra. Në veprat e tij letrare të shkruara në gjuhën anëtare greke, por dhe antologjinë në gjuhën shqipe, ai përshkruan bukuritë e natyrës, njerëz të thjeshtë së bashku me virtytet e tyre.
Tashmë, ai mban besu për 75 vjet të jetës së tij dhe është i bindur se letërsia është mjeti i dur për të kultivuar tek brezi i ri dashurinë për vetëlindjen. Jetojmë në një epokë andiletrare, në një epokë ku libri kanë dalë vlera të tjera të cilat në nënkuptohet që këto vlera nuk do jenë të përhershme, do vi një ditë që njerëzit do të kthehen prapë qytetërimit. Tashti libri nuk është me, domethënë, ai mjet i fuqishëm që ishte dikur. Kur unë zija radhë në Tiranë për të marrë librin e Smenigatares në orën 4 të mëngjesit. Besoj që rruga e artit është një nga rrugët me të sigurta sepse është rruga e shpirtit. Unë besoj se libri nuk ka humbur vlerën e tij. Është një shumë i domosdoshëm që njerëzit të duan vendin e tyre, të duan traditën, të mos i këputin lidhjet, jo vetëm për ne, një pjesë janë në Greqi, po kudo që gjendesh, kryesisht librat e mia ju drejtohen brezit të ri. Unë besoj se është një nga rrugët me të sigurta, mjafton që fëmijët tanë, ne prindërit e tyre që jemi një brez tjetër, mjafton që ne t'i mbajmë afër, t'u tregojmë, nuk është gjithçka, por një nga rrugët, është një nga rrugët, domethënë, një nga rrugët sepse kalon nga zemra e njeriu, kalon nga shpirti. Poeti Steriopull është rritur në fshatat e zonës së Burgut në Sarandë dhe ka shërbyer si mjek në fshatat e Laboris në Tepelen, por edhe në Greqi. Vitet e fundit shijon bukuritë e Jonit në qytetin e Sarandës, si dhe është i ftuar ndër i aktiviteteve letrare të organizuara nga Universiteti Kerim Çabej Gjirokastrës. Dhe këtu kemi mbritur në fund të minutave të ditarit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.